profeti Muhammed, paqja e bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij, ka thënë: Kush vdes me dashuri për ehli bejtin e Muhammedit, vdes si dëshmor. Kush vdes me dashuri për ehli bejtin e Muhammedit, vdes i falur. Kush vdes me dashuri për ehli bejtin e Muhammedit, vdes i penduar. Kush vdes me dashuri për ehli bejtin e Muhammedit, vdes si besimtar me besim të plot. Kush vdes me dashuri për ehli bejtin e Muhammedit, engjulli i vdekjes e përgëzon në xhennet, pastaj edhe Munkeri dhe Nekiri. Kush vdes me dashuri për ehli bejtin e Muhammedit, do të shkojë drejt xhennetit si nusja që përcillet në shtëpinë e bashkëshortit të saj. Kush vdes me dashuri për ehli bejtin e Muhammedit, në varrin e tij do t'i hapen 2 dyer drejt xhennetit. Kush vdes me dashuri për ehli bejtin e Muhammedit, Allahu e bën varrin e tij vend vizitash për engjëj e mëshirës. Kush vdes me urrejtje ndaj ehli bejtit të Muhammedit, në ditën e gjykimit do të ketë të shkruar në sytë e tij i dëshpëruar nga mëshira e Allahut. Kush vdes me urrejtje ndaj ehli bejtit, vdes si jo besimtar. Kush vdes me urrejtje ndaj ehli bejtit, nuk do ta ndjej aromën e xhennetit. Allahu na e mbush zemrën me dashuri për ehli bejtin e profetit Muhammed, paqja e bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij.